Prokuroria e Tiranës ka kërkuar konfiskimin e pasurive të familjarëve të shtetasit SA, i dënuar në Shtetet e Bashkuara me 22 vite burg për akte terroriste dhe tentativë për sigurim mbështetjeje materiale për grupe terroriste. Hetimet në Shqipëri lidhen me pasuritë e krijuara nga familjarët e tij, të cilat sipas prokurorisë nuk justifikohen me të ardhurat të ligjshme. Për këtë arsye, kërkohet kalimi në pronësi të shtetit i llogarive bankare dhe depozitave në vlera të konsiderueshme në lek, euro dhe dollar amerikan. Shtetasi, i njohur edhe si AQ, po hetohet në Shqipëri për veprën penale të pastrimit të produkteve të veprimtarisë kriminale. Hetimet pasurore nisën nga informacionet e Drejtorisë për hetimin e krimit ekonomik dhe financiar. Nga verifikimet, rezultoi se familjarët e tij kishin transaksione dhe veprime financiare në vlera të larta, të cilat nuk përputhen me të ardhurat e deklaruara. Pretendimet për të ardhura nga qira dhe kursime nuk u shoqëruan me dokumentacion provues. Në përfundim, prokuroria kërkon konfiskimin e plot të këtyre pasurive dhe kalimin e tyre në pronësi të shtetit.